Kosova, Radio Tirana, Radio Shkupi, Radio Malizi, Kufi. Programi i përbashkët mbi zhvillimet që te kalojnë kufinë shtetëror. Kufi. Përshëndetje të nderuar dëgjues të Radio Kosovës, Radio Tiranës, Radio Shkupit e Radios Malizi. Siç do të hente, po takohemi edhe sot në emisionin ton të përbashkët pa kufi. Do të flasim sot për fokusin euroatlantik ndaj Ballkanit dhe hyrjen e Kosovës në fushatën zgjedhore. Në një kohë kur Ballkani Perëndimor po rikthehet fuqishëm në vëmendjen euroatlantike, Kosova hyn në një tjetër proces zgjedhor parlamentar, por dhe zhvillime të tjera sa përket vendeve të rajonit dhe thirrjeve të fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit e po ashtu edhe nga Brukseli lidhur me integrimin e vendeve të rajonit në BE. Për të folur për këtë temë, unë sot kam ftuar Milazim Kocin, politolog. Mirë se erdhe dhe faleminderit shumë që përgjigje ftesës tonë. Faleminderit për ftesën. Pra këtu në studion e Radio Kosovës unë Mirvete Uka, ju flasë dhe lidhemi tani me njëherë me kolegët e mi. Fillimisht shkojmë në Tiranë me Jaho Margjekën. Jaho? Po, përshëndetje Mirvete, përshëndetje për të ftuarin tuaj, zotin Milazim Koci, kolegët në studiot e tjera dhe të ftuarit e tyre, siç thatë edhe ju. Unë jam në studio tani me doktor Sami Nezën, analist dhe politolog. Faleminderit që erdhët zoti Neza. Përshëndetje, kënaqësi. Faleminderit. E falenderojmë edhe ne zotin Neza dhe lidhemi tani me Mehmet Aliun në Shkup, ai ka ftuar Mirela Saitin. Përshëndetje Mehmet Ali për ju dhe të ftuarën tuaj. Përshëndetje Mirvete, përshëndesim të gjithë ata që janë aktualisht duke na dëgjuar, po ashtu siç potencove kolegja Mirela Saiti do na shoqëroj kësaj radhe në Pakufi. Ajo në fakt nuk ndihet e huaj sepse ka moderuar këtë emision. Mirela, mirë se erdhën në Pakufi. Përshëndetje, mirë se ju gjeta, kolegu që është këtu në studio dhe moderatorët dhe mysafirët në qendrat në Radio Tirana dhe në Radio Prishtina. Gjithashtu edhe ne përshëndesim të ftuarit e Mirvetës edhe të Jahoz, por edhe të Malizi. Ndërkaq në studion e Malit të Zi, kolegja jonë Diana Dukaj ka ftuar për të biseduar për këtë temë Nikol Camaj, në kryetari i Kuvendit të Malit të Zi. Kronikën e përgatitur nga Diana do ta dëgjojmë ka gjysma e këtij emisionit. Do të nisim bisedën këtu në studion e Radio Kosovës me mysafirin tim e zotin Milazim Koci, politolog. Pra, zoti Milazim, sikur e thash, kemi disa ndryshime, një fokus edhe të State Departamentit, po edhe të Brukselit në raport me vendet e Ballkanit Perëndimor. Sot Kosova ka filluar zyrtarisht fushatën zgjedhore, por zgjedhjet një pas njëshme përgati brenda në vitit, nëse mund të them, sepse zgjedhjet parlamentare ishin me nënshkurt të vitit 2025 dhe pastaj me 28 dhjetor 2025, është hera e tretë brenda një viti e pak muajsh, duke përfshirë këtu po ashtu zgjedhjet lokale që ishin të rregullta. Por fillimisht, çfarë është ky fokus, ky rikthim i vëmendjes tek Ballkani Perëndimor? Tani nuk është e befasishme që ka rikthim të vëmendjes si të Washingtonit ashtu dhe të Brukselit të Ballkani Perëndimor për një fakt shumë të thjeshtë. Kemi të bëjmë me betejë politike, diplomatike, po edhe me mjete tjera, përmes luftës hibride, investimeve ndërmjet perëndimit dhe lindjes. Pavarësisht të mos pajtimeve në raportet Bruksel-Washington, ata megjithatë janë aleat. Alat pra janë antarë të një familje që nga njëherë nuk pajtohen, por betejë është me Washingtonin dhe me Moskën dhe Pekinin, që megjithatë pavarësisht kundërshtive që edhe ata i kanë ndërmjet vendi, megjithatë janë një blok. Dhe kemi të bëjmë prapë me ballafaqim interesash të ndryshme në Ballkan, interesat amerikane, të Brukselit, të Moskës dhe të Kinës. Plazëm sot lexova ka investime nga Kina në vlerë $34 miliardë në Ballkan, kryesisht në Serbi. Pra është penetrim i fuqishëm i Kinës. Ishte presidenti serb këto ditë në Kinë dhe tha që është vizita e tij më e rëndësishme në karrierën politike. Mendoj që ky aspekt i çështjes, pra ballafaqimi lindje perëndim në Ballkan, kam përshtypjen te faktori shqiptar, sidomos në Prishtinë, nuk është sa duhet i akceptuar dhe i
kuptuar. Pse po ndodh kjo? Nuk po dim apo nuk po duam, sepse mesazhet janë shumë të qarta. Kohëve të fundit Departamenti Amerikan kërkoi një siguri energjetike, gjë që neve na thuhet për vite me radhë dhe ne u kemi thënë jo të gjitha projekteve dhe përsëri është kërkuar nga ne që të kemi një siguri energjetike pa u varur nga Moska e Pekini, duke marrë parasysh gasjellsin. Energjia sot është armë. Sigurisht. Në rrafshin politik, diplomatik, energjia është armë dhe në këtë rrafsh faktori shqiptar, kur e them te faktori shqiptar kam fjalën për Kosovën, po dhe Shqipërinë. Duhet të radhitet pas aleatëve. Dhe në këtë moment ka ofanzivë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që depërtoi me lidhjet e gazit në drejtim të Shqipërisë, Maqedonisë, Kroacisë, Bosnjës. Edhe Kosova duhet të përfshihet në këto nisma dhe jo të filozofoj. Nuk mund Kosova të bëj politika të niveleve globale. Ne na është thënë që do të thotë ai gaz që është ofruar para sa vitesh është i shtrejt, por sot në cilën situatë jemi ne sot? Ne sot jemi në situatë që blejmë, importojmë rrymë. Jashtëzakonisht të shtrenjtë. Importojmë rrymë nga vende jo miqësore. Dhe që është më e keqja, nuk kemi bërë asnjë hap për një stabilitet të mëvonshëm. Absolutisht. Se ne do importonim edhe sikur të ishim duke ndërtuar një termocentral të ri, po mund të ishim në fazën finale tani. Në fazën finale dhe të lirohemi nga varësia energjetike e tjerëve. Mendoj që kjo A e kemi humbur zoti Kosi këtë mundësi? Mendoj që jo, është humbur për këtë periudhë. Po për këtë periudhë gjithsesi, po. Unë besoj që ajo do të se tani ka thirrje. Është e pamundur që Kosova të mbetet jashtë thirrjetit, cilin amerikanët janë duke e penetruar në Ballkan. Pra do të mbetej vetëm ja jashtë. Do të ishte absurd që vendi që është liruar nga amerikanët, vendi që ka mbështetjen më të fuqishme të amerikanëve, vendi që mbështetet më së fuqishmi në Ballkan. Asnjë vend tjetër nuk ka mbështetjen e Shteteve të Bashkuara si Kosova në Ballkan. Këtu nuk ka asnjë dilemë, pavarësisht që Shqipëria, Maqedonia, Albania janë anëtarë të NATO-s. Kemi lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Kosova ka mbështetjen më të fuqishme, por më duhet të them edhe një gjë. Tazëm këto ditë është një formulim në qëndrimin që Kongresi Amerikan i ka kërkuar State Departamentit. Që të formuloj politiken e ardhshme në Ballkan. Është një formulim që politika kosovare duhet ta elaborojë dhe ta shikojë me shumë kujdes. Unë do ta citoj tani këtu për të mos parafrazuar, për të mos do thotë thuhet kështu. Sepse kemi parasysh që amerikanët kanë fjalë të shkurtra, por mesazhe shumë të qarta. Absolutisht. Formulimi është ky, i State Departamentit për politikën e ardhshme amerikane në Ballkan. Epoka e ndërtimit të shteteve në udhëheqjen e SBA-ve ka kaluar. Politika e SBA-s në Ballkanin perëndimor nuk orientohet më në shpëtimin ose ribërjen, por vetëm në stabilitet dhe partneritet të dyanshëm e të dobishëm. Unë mendoj se kjo nuk është hetuar shumë këto ditë në Kosovë për shkak të fushatës zgjedhore. Por është mesazh shumë i qartë dhe shumë i pastër dhe i qartë. Epoka e ndërtimit ka përfunduar dhe ndryshime. Do të thotë ata do të kujdesen për stabilitetin, por nuk do të lejojnë ndryshim lidhur me. Absolutisht, do të thotë ata pranojnë që formimi i shteteve ka përfunduar, por është edhe formulimi tjetër që nuk orientohet në shpëtimin ose ribërjen. Pra, unë mendoj që i drejtohet sidomos se Bosnjës, për shkak të një situate shumë të paqëndrueshme atje. Përdor termin nuk orientohet në shpëtimin ose ribërjen, do të thotë, nëse ka jo stabilitet, pasëm në Bosnjë, jo me çdo kusht do të shpëtohet. Varet nga vendorët tani. Dhe pjesërisht ka të bëj edhe me Kosovën, sepse kemi jo stabilitet në Kosovë. 15 muaj, 16 muaj jemi pa qeveri, nuk arrim të bëjmë kompletimin e institucioneve dhe unë mendoj që në periudhën e ardhshme, pas 7 qershorit, do të jetë kompletimi i institucioneve do të jetë të jesh ose të mos jesh. Eventualisht zhagitja më të tjeshme e krijimit të institucioneve, tentimi që të shkohet prapë në zgjedhje mund të jetë shumë rrezikshme për Kosovën. Por deklarata se mund të kemi zgjedhje përsëri në dhjetor i kemi dëgjuar. Kjo është shumë jo serioze. Nga politikanët. Unë mendoj që do të ishte dështim total, humbja kredibilitet. Ne nuk jemi Bullgaria që mund të marrim 8 parë zgjedhje për 5 vite. Ata janë në NATO, jo në Kombet e Bashkuara, jo në Bashkimin Evropian. Ne nuk kemi as URSE as në Kombet e Bashkuara. Prandaj atyre mund të tolerohet.
ne nuk do të na falet. Ne, mu mendoj që është momenti i fundit që klasa politike të harrojë këto lojra meskine, të kompletoj institucionet, të hartoj një platformë bashkë me Washingtonin për ecjen përpara drejt integrimit, nuk them në Bashkimin Evropian, ne jemi shumë larg, por në përfshirjen në NATO, sepse ka nisma edhe në Washington që Kosova me një procedurë të shpejtume, me një procedurë kisha për të thënë ndryshe, duke i tejkalu fazat që i kanë kalu vendet tjera të përfshihet në NATO, por për këtë duhet gatishmëri, vetdije dhe bashkëpunim shumë i ngushtë me Washingtonin. Do t'i kthehemi pak më vonë edhe një herë çështjes fushatës dhe polemikave. Këtu por edhe një pyetje të fundit për këtë pjesë. Ditëve të fundit ka pasur një vizitë nga 2 kongresistë amerikan në Kosovë. Tani ne shpesh e themi se koha e bisedave me kongresistë ka kaluar në vitet 90, sepse politikanët dhe udhëheqësit e Kosovës kanë arritur deri në shtëpinë e bardhë dhe mbase nuk do duhet i kthehemi edhe një herë takimeve bilaterale me kongresistë, po a mund të kenë qenë ata persona të dërguar për të dhënë mesazhe të cilat ne nuk i dim? Mund të jenë, po ju e apostrofu shumë mirë. Esenca është kjo, do të thotë, janë shumë të mirë së ardhur, edhe zoti Keith Self, i cili madje ka deklaruar që e ka mision jetësor ta përfshijë Kosovën në NATO, por Kosova nuk është në vitet 90-99, kur duhet të komunikoj me kongresmen. Ne kemi vizituar nga nën president, nga sekretari shteti. Ne kemi komunikuar në nivele tjera. Kemi qenë në shtëpinë e bardhë, me sekretarin shtetëror amerikan, me presidentin, nën presidentin, prandaj është rënje e nivelit të komunikimit të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë përshëndes shumë vizitën e zotit Self, sepse ka nisur një proces të jashtëzakonshëm për përfshirjen e Kosovës në NATO, pastaj për aktualizimin e çështjes të drejtave të shqiptarëve në luginën e Përshevës, por për Kosovën mund të jetë për luginën e Përshevës historike, për Kosovën nuk është mirë së ardhur, duhet po është një mrapa kthem, por nuk është niveli i viteve të mëparshme kur ne kemi komunikuar në nivele të tjera shumë të larta, në nivel të sekretarit shtetëror amerikan, nën presidentit deri te presidenti. Faleminderit shumë për këtë pjesë zoti Koci dhe do të kalojmë linjën tani në Tiranë për të dëgjuar mendimin e tyre. Jao. Po, faleminderit Mirvete, faleminderit zotit Koci. Vazhdojmë bisedën këtu në studion e Radio Tiranës me doktor Sami Neza, analist politolog. Në fakt, kryelajmi ndër të tjera i këtyre ditëve ishte edhe vizita e 2 kongresistëve amerikan në rajon, ata qëndruan në Sarajevo, në Beograd, por siç e tha edhe zoti Koci, qëndrimi i tyre në Lugin, në Preshevë ishte më i mirëseardhur për arsye të ditura, por edhe qëndrimi në Prishtinë por edhe pjesëmarrja në Prishtinë në takim me ta e opozitës Maqedonisë Veriut dhe e një delegacionit të studentëve që po protestojnë për gjuhën shqipe në Shkup. Ne në fakt do ta fillojmë nga studio e Radio Tiranës me atës që Shqipëria mori dritën jeshile për fazën e mbylljes kapitujve me Bashkimin Evropian në Bruksel të martën më 26 maj 2026 u zhvillua konferenca e 8 ndërqeveritare në nivel ministror nga Bashkimi Evropian me Shqipërinë, një moment më rëndësi në rrugtimin e vendit tonë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Sipas deklaratës zyrtare, ky progres përbën njohje të reformave të ndërmarra nga Shqipëria në fusha kyçe si forcimi i shtetit të së drejtës, konsolidimi i qeverisjes demokratike, reforma në drejtësi, rritja e standardeve të sigurisë, mbrojtja e drejtave themelore dhe forcimi i llogaridhënies institucionale. Por kritik të opozitës e shohin paksa më ndryshe këtë realitet, duke thënë se Bashkimi Evropian po tregon kujdes dhe një lloj lodhjeje nga zgjerimi duke mbajtur Shqipërinë në një proces të stërgjatur në dhomën e pritjes. Për shkak të ngecjeve sipas tyre të sistemit gjyqësor, drejtësisë pra, dhe në ndonjë fushë tjetër të ecjes së vendit drejt BE-s. Zoti Neza, opinioni juaj si do i qaseni këtij realiteti
që u zhvillua në Bruksel në këtë takim të radhës, a ishte më i rëndësishëm se gjithë tjerët apo i ngjante edhe të tjerëve, pasi u lajmërua dhe fillimi i mbylljes së kapitujve? Konferenca 8 ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian mund të konsiderohet një ndër konferencat më të rëndësishme përveç SPAR-ës, e cila nis procesin. Kjo mund të jetë konferenca më e rëndësishme në raportet që ka Shqipëria me Bashkimin Evropian dhe me procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Është më e rëndësishme pikërisht për ato që sapo përmendët ju, që kjo konferencë me miratimin 2 ditë përpara të raportit i Bari, që është një raport i ndërmjetëm i vlerësimit të realizimit, ose jo vetëm i vlerësimit të realizimit, po edhe i projeksioneve që duhet të realizojë Shqipëria në raport me kapitujt 23 dhe 24 që janë të lidhura me drejtat e njerëzit, me standardet e demokracisë dhe me çështjet e tjera të cilat kryesisht lidhen me demokracinë në Shqipëri. Kjo ka bërë që pas përfundimit ose pas miratimit nga Koela të këtij raportit pra të i Barit, të mundsohet mbajtja konferencës së 8 ndërqeveritare dhe ndërkohë kjo konferencë konfirmon edhe kapacitetet e Shqipërisë për të mbyllur kapitujt që tashmë janë të hapur që të gjithë. Natyrisht që kapitujt 23 dhe 24 janë 2 kapituj që do shoqërojnë procesin përgjatë gjithë diskutimeve, debateve, implementimit të kapitujve të tjerë do të mbyllen në fund të procesit, pikërisht për shkak të rëndësisë së tyre, po edhe për shkak të si thua të përmbushjes delikate të kërkesave të këtyre 2 kapitujve, për shkak se shtrihen në gjithë raportet që ndërton qeveria me shtetin ligjor, qeveria me standardet demokratike, kërkesat për zgjedhjet, kërkesat për mediat e lira, kompeticioni, domethënë konkurrenca në ekonomi e gjëra të tjera të tilla, të cilat janë tashmë standarde të konsoliduara në Bashkimin Evropian. Shqipëria ka mundësi që brenda vitit 2028 të mbyllë të gjithë kapitujt që tashmë janë hapur, dhe me mbylljen e kapitujve mbaron procesi i parafundit i integrimit të Shqipërisë në BE. Ngelet më pas negocimi i Shqipërisë me secilin prej vendeve anëtare ose në një farë mënyrë vlerësimi nga secili prej vendeve anëtare të kapaciteteve të Shqipërisë për të bërë anëtare e Bashkimit Evropian. Deri tani ka një vlerësim të tillë. Ka vende që nuk janë në unison për ato çfarë ka ndodhur në Shqipëri. Praktikisht debatet për miratimin e raportit të i Barit ka ushtrinë në 3 muaj. Çfarë do të thotë se ka patur problematika për të cilat jo të gjitha vendet anëtare të BE-s ose anëtarët e komisionit të cilët përfaqësojnë secilin prej vendeve anëtare të BE-s ishin dakord se ishin realizuar apo se Shqipëria kishte potencial ose mundësi për të realizuar për gjatë periudhës së negocimit të mbylljes së kapitujve. Dhe ka patur debate, kanë qenë paktën 9 vende të Bashkimit Evropian të cilët ishin skeptik, domethënë si thua ishin albanoskeptik në këtë rast. Dhe kërkuan nga Shqipëria që të jepeshin garanci në lidhje me realizimin e këtyre kushteve. Raporti i paraqitur nga Komisioni Evropian në shkurt të këtij viti ishte një raport pozitiv për Shqipërinë. Por antarët i Bari ose Koela komisioni për raportin nxori problematika të reja, të cilat i kishte me burime jo nga qeveria, domethënë kishte me burime qoftë nga media, po qoftë nga opozita, po nga burime të tjera, sepse këtu pak kohë më përpara erdhi në Shqipëri dhe bëri një screening të situatës politike në vend, një grup i ardhur nga Parlamenti Evropian, dhe në cilin përfaqësoheshin të gjitha grupet parlamentare të Parlamentit Evropian. Ky grup erdhi me kërkesën e opozitës dhe kishte edhe ai një raport dhe kishte një paraqitje të rëndësishme përmes cilave do u ndikua edhe grupi Koelas dhe praktikisht në Ibar, domethënë raporti i Barit në shkurt të këtij viti me Ibarin që u miratua në maj para pak ditësh në maj të këtij viti ka një diferencë shumë të madhe. Ibari është raporti ndërmjetëm. Është raporti ndërmjetëm i vlerësimit. Ai i vlerësimit. Po, dhe për zbatimin ose realizimin e kritereve që kërkohen nga kapitujt 23-24 e tham. Dhe ata
ka një diferencë shumë të madhe dhe praktikisht antarët e COELA-s kanë shtuar të paktën 32 kërkesa, të cilat janë edhe indikator përmes të cilët Shqipëria do të vlerësohet deri në përfundim të procesit të mbylljes së kapitujve, pra deri në vitin 2028. Dhe Shqipëria duhet i plotësojë këto kërkesa, të cilat janë të shkruara në raportin e IBAR-it, deri në fund për gjatë 2 vitit 2028 të paktën duhet të jenë të përfunduara, varet se kur do jetë ai caku i fundit i mbylljes së kapitujve. Bëhet fjalë që për të paktën për 3 ose 4 kapitull Shqipëria është totalisht e përgatitur për të mbyllur në një periudhë shumë të shkurtër, dhe pastaj normalisht do vijoj puna i takon rreth 29 kapituj të tjerë, të cilët janë në fushë, si thua. Cilat janë çështjet më delikate që kërkojnë më shumë punë apo më shumë konsensus të përbashkët edhe me opozitën, apo pa ju referuar si kapituj, por si çështje. Duhet të theksoj se edhe miratimi i IBAR-it, i raportit të IBAR-it nga COELA, edhe konferenca e 8 ndërqeveritare B Shqipëri, ishte rezultati i dhënies së konsensusit nga opozita, si thosh ngjitja e opozitës me procesin. Para pak ditësh Është votimi në parlament. Para pak ditësh u votua një rezolutë në parlament e cila kishte bënte me integrimin e Shqipërisë në BE. Teksti i rezolutës ishte u arrit përmes një konsensusi të 2 palëve kryesore parlamentare, mazhorancës dhe Partisë Demokratike, dhe praktikisht nuk është në natyrën e parlamentit që të miratohen rezolutat e kësaj natyre pa patur, si thua, një ngjarje tjetër përpara, dhe ngjarjet në raste të tilla lidhen me miratimin e raporteve, qoftë nga Parlamenti Evropian, raporteve vjetore, por qoftë edhe nga Komisioni Evropian. Ne nuk kishim miratim të raportit nga Parlamenti Evropian apo Komisioni Evropian. Praktikisht raporti i Parlamentit Evropian është në proces, ka kaluar në Komisionin e Jashtëm të Parlamentit dhe pritet diku nga mesi i qershorit të votohet edhe në Parlamentin Evropian. Ai është një raport shumë kritik për Shqipërinë dhe në fakt shumë nga përmbajtja e këtij raporti është transferuar tek raporti i IBAR-it dhe janë pikërisht këto çështje të cilat theksohen si çështje prioritare dhe çështje të cilat duhet përmbushur nga mazhoranca, por jo vetëm nga mazhoranca, por edhe nga institucionet e tjera të rëndësishme të Shqipërisë për gjatë këtij viti. Për të mbritur atje ku duhet së fundi. Janë cilësia në zgjedhje. Po, do të thotë gjithë problematikat të cilat janë të shënuara nga raporti i OSBE-Odhirit për zgjedhjet e fundit parlamentare të mbajtura në 2025 në Shqipëri duhet të kalohen. Dhe në fakt është një proces shumë i vështirë dhe nuk është e lehtë për ta bërë këtë gjë. Konkretisht. Së dyti është liria e hetimit, pra nga prokuroria e posaçme dhe zhvillimi pa ndikim i gjyqeve në gjykatën e posaçme, po dhe në gjyqësorin në përgjithësi, kur kanë të bëjnë me zyrtarë të lartë dhe me politikanë të lartë. Liri të kuptoj qartë se Bashkimi Evropian dhe sidomos disa vende të Bashkimit Evropian kanë ngelur të pakënaqur me sjelljen e parlamentit në raport me imunitetin dhe brenda këtij dhe brenda qoftë i IBAR-it, po edhe përgjatë debatit në konferencën ndërqeveritare është përmendur që ose është theksuar që Shqipëria dhe Parlamenti i Shqipërisë duhet i përmbahet përcaktimeve të Komisionit të Venecave që kanë të bëjnë me imunitetin e deputetëve në parlament. A do të arrijmë të kalojmë këto? Kjo varet shumë nga vullneti politik. Faktikisht në vend që të kemi përparësi çështjet që lidhen me Bashkimin Evropian, të kenë përparësi çështjet ekonomike, kanë dalë në plan të parë çështjet politike. Kjo për shkak të problematikave të cilat kanë standardet demokratike në Shqipëri. Po, opozita së fundi besoj do të vazhdoj të kontribuoj në këtë aspekt kur është fjala për integrimin, sepse në disa çështje janë shumë delikate, si problemi i zgjedhjeve e tjerë dhe konsensusi a do të përmbahet majoranca që të ketë edhe konsensusin e opozitës, apo do të shkojë vetëm drejt tani një set i gjerë ligjesh të cilat duhet të miratohen nga fillimi ose ta mendohen ligjet që janë praktikisht në fush, mund të kalojnë pas i problem parlament, sepse të gjitha ligjet, qoftë edhe me shumicë të cilësuar, mund të kalojnë nga mazhoranca pa nevojën e votave të opozitës. Ideja është që gjithë debati që përfshin çështjet e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian duhet të jetë gjithëpërfshirës.
Unë do të përfshi të gjitha forcat politike, po dhe të gjitha aktorët e tjerë të shoqërisë. Ndërkohë, ne kemi një deklaratë nga opozita, e cila ka thënë se përmes kryetarit të saj, zotit Berisha, ka thënë që ne nuk do pengojmë dhe nuk do bllokojmë asnjë proces i cili lidhet me integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ata i përmbahen faktit se integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian po ecën me këtë ritme për shkak të gjeopolitikës më shumë se sa për shkak të realizimit të kushteve dhe edhe në qoftë se Bashkimi Evropian kërkon integrimin e Shqipërisë brenda pak muajve, kështu siç është, sërish opozita do ta votojë këtë gjë. Faleminderit shumë doktor Neza. Për këtë pjesë e kalojmë mikrofonin linjën tek kolegët dhe dëgjohemi përsëri në pjesën e dytë të emisionit. Po koleg, faleminderit. Mirëvete? Po ja kaloj fjalën me Medaliut, ai do të vazhdoj bisedën në këtë temë me mirë. Vazhdojmë këtu në Radio Shkup me aktualitetet që kemi në procesin integrues të vendit. Dëgjova Mirela me kujdes problemet ndryshme, thuajse sikur jemi shtete ishuj dhe ky ndeki megjithatë Maqedonia ka pasherën si thua fqinjive në kontesti me emrin njerë me Greqinë, tash kemi me Bullgarinë, si thua kjo edhe e vështirëson procesin e integrues të Maqedonisë në çfarë situate jemi aktualisht, si ke parë zhvillimet e fundit në arenën ndërkombëtare, lidhjen fokusi i Ballkanit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Evropën, procesi euro-atlantik i quajtur. Dua pa u shkëputur shumë nga ajo që e dëgjova me shumë vëmendje zotin Samineza nga Radio Tirana dhe së pari njerurime e Shqipërisë për gjithë përparimin që ka arritur dhe për fazën e përmbylljes së kapitujve dhe tashmë faza tjetër e radhës, por ajo që isha duke menduar ishte që me pak më shumë angazhim dhe ndoshta pak fat të them, ndoshta dhe Maqedonia e Veriut sot do të përballej me të njëjtat sfida që po përballet dhe Shqipëria. Nëse do të vazhdonim, do të kishim vazhduar të ishim në paketë ashtu siç ishim deri në momentin që nuk u vendos që Shqipëria dhe Maqedonia të ndaheshin nga ajo paketë për të ecur secila në rrugën e vet, si duket, duke parë ose paraparë problemet ekzistuese dhe ato që mund të shfaqeshin në të ardhmen. Dhe konkretisht në një farë mënyrë dhe kjo ndarje pakete rezultoi me një ecje shumë të shpejtë të Shqipërisë që tashmë prej para disa ditësh e ka përmbyllur fazën e përmbylljes së kapitujve dhe është kalon në fazën e radhës, ndërkohë që Maqedonia e Veriut nuk ka arritur ende të fillojë negociatat. Do të thënë vetëm ky moment tregon se sa shumë kemi humbur përveç asaj pritjes më shumë se 20 vjeçare të antarësimit. Tashmë ne vazhdimisht po shohim shtete që kanë qenë shumë afër nesh, që kanë qenë shumë më mbrapa, që sot kanë arritur shumë më tej. Rasti i fundit ishte ky i Shqipërisë, pra ndarja e paketës dhe Shqipëria që vazhdoi, Maqedonia që ngeci. Por një moment tjetër ishte vetëm para 2 ditësh në pres konferencë mes kryeministrit të Maqedonisë së Veriut dhe atij të Kroacisë, kur ndër të tjera u përmend pikërisht starti mes Maqedonisë së Veriut dhe Kroacisë si në shkrimi i marrëveshjeve të stabilizimit asociimit, madje Maqedonia ka qenë disa muaj më parë Kroacisë në këtë proces. Nëse nuk gaboj 95 ka qenë vit? Jo, ka qenë në vitin 2005, ndërsa pas faza tjetër ishte që Kroacia në 2013 arrin të antarësohet si vend në një korrik të 2013-s, antarësohet si vend në Bashkimin Evropian. Dhe Maqedonia sot është 28 maj i 2026-s, vazhdon ende të hahet me çështje bilaterale që me sa duket nuk lën shumë hapësirë edhe për optimizëm. Ka qenë paketa Kroaci, Maqedoni, karta e Adriatikut. Jo, e mora thjesht si referencë datash, duke u nisur nga rasti me Shqipërinë që sot thash me pak më tepër ndoshta angazhim dhe por ndoshta edhe me pak fat, nuk di si ta quaj, por ne sot do të mund të kishim qenë në të njëjtën fazë me Shqipërinë. Por për të kthyer, si them, po numëroj ato terset që e kanë ndjekur Maqedoninë e dikurshme dhe Maqedoninë e Veriut sot në gjithë këtë rrugtim. Dhe komparacioni më i freskët ishte ky me Kroacinë, sepse e kishim këtu për vizitë kryeministrin kroat dhe në momentin që kjo përmendet në pres konferencë para 2 ditësh, pa pritur të jep mundësinë që ti të shohësh kronologjinë që çfarë ka ndodhur. Do të thënë kaq herë shtete që kanë qenë para më pas nesh kanë arritur të na tejkalojnë dhe vazhdojnë të na tejkalojnë dhe nuk është çudi që
edhe meqense jemi këtu dhe në një studio bashkë me Radio Kosovën, nuk është çudi që në një të ardhmen të jemi të renditur gradualisht dhe me Kosovën. Them, uroj që dhe Kosova sa më shpejt në kuptimin pozitiv. Por them që ka çështje që sikur vazhdimisht e pengojnë, sa duket se Maqedonia e Veriut hedh një hap para, duket sikur rrethanat janë të tilla ose predispozitat janë të tilla që detyrojnë të bëj pastaj dy hapa mbrapa. Dhe kjo lidhet me shumë deklarata të kryeministrit që kërkon garanca, sepse na thatë që me marrëveshjen e Prespës do të rregullohet çështja dhe më pas nxorret edhe problemin e Bullgarisë. Momenti i nënshkrimit të marrëveshjes së Prespës, se po fokusohemi në retrospektiv sepse me sa duket nuk kemi lajme të bukura për momentin. Kjo mendoj se kjo është. Momenti i nënshkrimit të marrëveshjes së Prespës ishte një moment shumë pozitiv dhe për mendimin tim modest do ta quaj, mendoj se Bashkimi Evropian në atë moment u tregua në një farë mënyre koprac me Maqedoninë. Ishte një moment shumë i mirë që t'i jepej një dorë, të kishte një frym tolerante për t'i treguar shtetit që bët atë që ne kërkuam, ndryshimin e kushtetutës për të ndryshuar emrin, që ishte kërkesë e Greqisë, që e mbajti më shumë se 15 vjet vendin peng për antarësim në NATO dhe i vetmi feedback pozitiv, që nuk është i vogël, të kuptohemi, është antarësim nga nënshkrimi i marrëveshjes së Prespës, është pikërisht antarësimi në NATO. Dhe pritej që shumë shpejt të kishte një tjetër feedback, si them, për t'i dhënë një impuls, për t'i dhënë një argument politikës asaj kohe, qytetarëve në fundit që u bë një sakrificë, të paktën flas për qytetarët e komunitetit tjetër Maqedonas që ju ndryshua emri i shtetit, nuk është gjë e vogël. Megjithatë, është pasoja ose përfitimi nga gjithë ky ndryshim ose kjo predispozit e shtetit të Maqedonisë për të bashkëpunuar, për të ndjekur rekomandimet, për të qenë hapur ndaj bashkëpunimit të mirë ndërfqinjësor, do të ishte dhe hapja e negociatave, që nga momenti i hapjes deri në momentin e mbylljes është një hendek shumë i madh. Domethënë, nuk duhet kuptuar sikur në momentin që ti jep të drejtën Maqedonisë së Veriut, ti filloj negociatat, të drejtë që nuk e ka. Nuk do të thotë që ajo u antarësua. Domethënë, aty fillon një Golgota, aty fillojnë shoshitja realisht e vendit për të parë pasaj se sa është i përgatitur. Por mendoj që simbolikisht dhënia e të drejtës për të filluar negociatat do kishte qenë një moment, një stimul shumë i mirë pas momentit të nënshkrimit të marrëveshjes. Dhe shumë e natyrshme shtrohet pyetja çfarë më tej, sepse kryeministri e la kështu me një pikë pyetje se si do të zhvillohen më tej, por ajo që vjen sfundmi që është aktuale do është ato mendimet ose si thua ato paradigmat që determinojnë politikat këtu në Ballkan, aspekti ekonomik, korridori 8, Maqedoni, krejt ato që kongresmenët amerikan kërkuan këtu të fokusohet politika amerikane tani dhe Maqedonia dihet që domethënë ka qenë pjesë e asaj strategjisë sepse ka dhe një marrëveshje që kanë nënshkruar për partneritet mes Maqedonisë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe dihet që ajo që u hap si thuaç është fakti që këtu duke mos u integruar Maqedonia në Bashkimin Evropian, influenca ka filluar e Kinës dhe Rusisë të vinë në pa gjithnjë e më tepër. Dhe vjen një moment decisiv, themi, ato momente, ato predispozita, ato baza si thua që determinojnë gjithë ato politika tjera është ekonomia dhe çfarë kërkohet konkretisht të bëjë Maqedonia në këta vitet e ardhshme, se themi ose nisim prej 2026 andej. Fati i mirë ose i keq, si të duam ta quajmë, por i Maqedonisë së Veriut është shtet që ndodhet në Ballkan. Domethënë është fakti kryer dhe këtu nuk lëvizim dot as majtas dhe as djathtas. Prandaj dhe vazhdimisht është alarmuar për ndikimin e forcave e fuqive të treta. Vazhdimisht është bërë si premtimi i Bashkimit Evropian që Ballkani Perëndimor do të integrohet në pikërisht për të shmangur pra këto influenca, këto ndikime, për të vënë në një farë mënyre me integrimin e këtij Ballkani Perëndimor, për të vënë në një farë mënyre barriera dhe për të qenë më të sigurt në atë se çfarë dhe më të filtruara gjëra se çfarë hyn në Ballkanin Perëndimor, flas si ideologji ose qoftë edhe si investime, por pikërisht duket sikur sado që personalitetet larta të Bashkimit Evropian vazhdimisht e kanë përsëritur këtë,
edhe vetë personalitetet politike të diplomacisë nga Maqedonia e Veriut në mënyrë deklarative, proklamative, thonë që po, ne jemi gjeografikisht pjesë e Bashkimit Evropian dhe gjithashtu ne kërkojmë të jemi pjesë edhe familjet politikisht dhe ekonomikisht, pjesë e familjes europiane. Por megjithatë duket sikur pavarësisht këtyre thënieve deklarative, duket sikur gjendja faktike e asaj që bëhet duket ndryshe. Për shembull, nëse lexojmë itineraret e vizitave të krerëve të lartë të Bashkimit Evropian, shohim se Maqedonia nuk ka qenë më kohët e fundit në paket ose në itinerar me vende siç ka qenë Shqipëria ose Malizi, por është dashur të pritet një moment tjetër, një turne tjetër dhe Maqedonia të vizitohet bashkë me ndoshta Bosnjë-Hercegovinën, me shtetet të tjera, si duket si them sikur ka rënë tashmë nga fokusi. Por nisemi dhe nga vizita e fundit që patën 2 kongresmenët. Hajde ta lëm tashmë jo ta lëm anash, por në kuptimin të kalojmë pak dhe në relacionin Maqedoni-Shtetet e Bashkuara. Kemi 2 kongresmen që vizitojnë Kosovën, që takohen me përfaqësues shqiptar të opozitës dhe me student nga Maqedonia e Veriut, por nuk e kanë agjendën e tyre, do me thënë, këtë vizit ta bënin në Maqedoninë e Veriut. Në një farë mënyre, sikur nuk jemi më aq afër radarit ose aq afër vëmendjes, ndoshta jo sepse na kanë harruar, sepse ne jemi këtu dhe megjithatë për sa kohë që nuk jemi të antarësuar përfundimisht në Bashkimin Evropian, vazhdon të mbetet ajo që thon diplomatët ose edhe ekspertët, analistët, që mbetemi një zonë gri. Dhe zonat gri janë vazhdimisht potencial për të marrë një ngjyrë ose një tjetër. Megjithatë, nuk shoh predispozita konkrete që të ketë hapa konkret ose afate konkrete që Maqedonia e Veriut vërtet do të bëj këtë. Nuk shohim ndonjë strategji të paktën të politik bërësve aktual, flas për qeverisjen aktuale. Madje përkundrazi u prit shumë nga 8 ciklet e zgjedhjeve në Bullgari, u prit shumë dhe u përdor ndoshta edhe si alibi që ne na duhet një qeveri stabile në Bullgari me cilën ne mund të negociojmë, flas pala e Maqedonisë, Sofia dhe Shkupi mes tyre për të negociuar, për ta tejkaluar problemin që po na pengon hapjen e kapitujve. Por duket që dhe me formimin e qeverisë re në Bullgari, përfundojmë. Ta mbyllim këtë. Duket se nuk shohim ndonjë ndryshim të konstelacionit të predispozitave ose të hapjes ose të qasjes, madje përkundrazi. Duket sikur akoma më shumë janë ashpërsuar tonet dhe gjithçka në një rreth vicioz. Po mirë, faleminderit. Po mirë vetë. Atëherë ju falenderoj shumë. Do transmetojmë tani kronikën e përgatitur në studion në Podgoricë, Diana Dukaj dhe Nikol Camaj, kryetari i Kuvendit. Të nderuar kolegë, dëgjues të nderuar, mirë se takohemi edhe këtë javë. Ju përshëndesin nga studioja radios së Malit të Zi. Zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Republikën e Kosovës kanë zgjuar interesim të veçantë në hapësirën bashkëshqiptare. Pritjet e opinionit të gjerë, sidomos aty në Kosovë, janë të mëdha. Me shpresë se zgjedhjet e radhës do të reflektojnë zgjedhja faxhate të ngërçit politik në vend. Njëjtë edhe pritjet e faktorit politik shqiptar kudo, duke vlerësuar nevojën e stabilitetit në jetën politike, në vazhdimin e reformave dhe rrugën e integrimeve euroatlantike të vendit. Nënkryetari i Kuvendit të Malit të Zi, Nikol Camaj, shpreson mes tjerash të dilet me fitore, që do të sigurojë një shumicë stabile. Ajo që pritet dhe ajo që dëshirojmë mund të dallojë. Meqense se zgjedhjet po përsëriten dhe ata që pritëm nuk ishte nivelin që donin shqiptarët. Por ajo që dëshiroj është që vërtet të dilet me një fitore për organizimet, organizatat politike që do të sigurojnë një shumicë stabile që Kosova të jetë në pozicion për të vendosur për të ardhmen e vet, që natyrisht varet edhe nga vetë drejtuesit e saj. Ai thotë se arsyeja pse Kosova hyn në zgjedhje të njëpasnjëshme është mungesa e marrëveshjes. Definitivisht mungesa e marrëveshjeve mes të nevojshme ndërshqiptare po i kushton edhe Kosovës. Unë disa herë e kam thënë se Tuzi është shembull i mirë se si duhen të merren dhe shqiptarët mes vetit edhe kur politikisht ata nuk pajtohen. Mendoj se kjo të ndodhur në Kosovë pas kryes zgjedhjeve, sepse pasojë e përfitjes së zgjedhjeve është pra mosmarrëveshja midis partive shqiptare.
Mirë po, si po ndikon kriza institucionale në jetën e qytetarëve? Këtë din më së mirit vetë qytetarët, vetë banorët e Kosovës, po në bazë të kontakteve që kanë me deputetët, sidomos që kisha në nivelin e Strasburit, kur kisha kontakte në zgjedhjet më parshme, pra pas zgjedhjeve më parshme, dëshmon se ekzistonte një vullnet që Kosova të bëhet pak anëtare e Këshillit të Evropës dhe kjo me siguri do ta ndihmonte edhe vetë jetën brenda Kosovës. Shpresoj se pas këtyre zgjedhjeve të krijohet një ambient i tillë që Kosova të ketë pra një bashkëpunim brenda shtetit të vet dhe përfaqësimi i tyre politik edhe në Këshillin e Evropës të jetë i njëzëshëm, të sigurin përkrahjen e faktorëve kryesorë, ndërta pra dhe malit të kujtojmë ne që Kosova të bëhet anëtare e Këshillit të Evropës. Ajo me siguri do të hapte dyert për një Kosovë më të mirë, një Kosovë më të përshtatshme që në të ardhmen të jetë anëtare e Këshillit të Evropës e për të gjitha që shqiptarët të jetojnë sa më unik, pa marrë parasysh se ku ata jetojnë. Zgjedhjet e parakoshme që do të mbahen me 7 qershor janë në Prag dhe subjektet pjesëmarrëse janë duke zhvilluar fazën përmbyllëse të fushatës paraqitore dhe urojmë që ato të jenë dëshmi e pjekurisë demokratike të shoqërisë kosovare. Shpresojmë që lidershipi politik në vend, po ashtu të dëshmojmë pjekurinë politike në arritjet e synimeve të dëshiruara, sidomos në gjetjen e zgjidhjeve të duhura në avancimin e proceseve në të mirë të gjithë banorëve në Republikën e Kosovës. Falenderojmë nën kryetarin e Kuvendit të Malit të Zi, Nikol Camaj, për kohën që ndau për emisionin ton. Ishte pra kjo dëgjues të nderuar e kolegë në Tiranë, Prishtinë e Shkup, kronika nga Radioja e Malit të Zi. Ju përshëndesim dhe urojmë çdo të mirë. Nga Podgorica për Pakufi, Diana Dukaj. Falenderojmë kolegën tonë Diana nga Podgorica dhe e vazhdojmë diskutimin tonë këtu në studion e Radio Kosovës me Melazim Kosin. Zoti Melazim, prej sot zyrtarisht jemi në fushat. Skena politike është polarizuar bukur shumë. Një humbje besimit, një mungesë bashkëpunimi, ulje standardeve në çdo aspekt, edhe në nivel diskutimi, nuk është sikur diskutohej më herë, sikur debatohej më herë, sikur ka rënë çdo standard i politikës në Kosovë. A mendoni se do të përdoret gjatë fushatës edhe kjo çështje raporteve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po dhe me BE-n që partitë do ta përdorin dhe kjo retorika nacionaliste si do të ndikojë në raport me partnerët ndërkombëtar, sepse nuk po shohim program, nuk po shohim diskutim dhe debat, gjë që ka qenë në zgjedhjet e kaluara e njëjta gjë, më shumë një retorik nacionaliste, akuza, kundër akuza, sigur e thash një ulje e nivelit të debatit edhe ndërpartijak. Ju keni absolutisht të drejtë. Dhe unë jam i befasuar që çështjet që kanë të bëjnë me pozicionin ndërkombëtar të Kosovës shumë pak preken, gati fare në 2 fushatat e fundit të për zgjedhjet parlamentare. Këto çështje nuk janë prekur dhe unë e shoh si atë që thatë ju pikërisht ashtu thotë rënje nivelit politik. Po. Sepse thjesht s'kemi as diskutim po një strategji. Shteti i etabluar, po të ishim antarë të NATO-s, të Bashkimit Evropian, të Kombeve të Bashkuara e kisha kuptuar. Por ne varemi shumë nga faktori jashtëm, jo shumë, po komplet. Sepse si kemi mbyllur proceset kryesore. Sot superfuqit, sot Shtetet e Bashkuara dhe vetëm nuk munden. Nuk munden kërkojnë aleat jashtë kontinentit. Në rastin e Iranit, po kanë probleme që nuk i kanë me vete Bashkimin Evropian. Pra, termi sovranitet është relativizuar në shekullin 21. Edhe për shkak të arritjeve teknologjike, inteligjencës artificiale. Tani në këtë kohë të thirrësh në sovranitet për t'ju kundërvënë një aleati është pa kuptim. Është kjo më tepër një debat i brendshëm për të akuzuar njëri tjetrin retorik falso nacionaliste. Unë në përgjithësi e konsideroj debat të nivelit shumë të ulët. Shumë i ulët. Do të ka oratori urrëtie, ka gjithçka ka, por nuk ka nivel kulturor politik. Dhe nuk përjashtoj mundësinë që edhe kjo fushat jetë atij niveli, do thotë pa me goditje të ulta në brez, që do të polarizojë edhe më tutje shoqërinë kosovare dhe që do të mund të vështirësoj themelimin e institucioneve pas 7 qershorit. Tani desha të them një gjë, Serbia 120 vjet, tash 120 vjet, ka një tezë me cilën lun në arenën ndërkombëtare. Po tezë shoviniste.
anti-shqiptare, por që gjëja shqiptarët nuk kanë aftësi shtetëformuese. Me këtë që është duke ndodhur në Kosovë, këta 15 muaj, 16 muaj, ne pa vetdije jemi duke ushqyer atë narrativ shoveniste serbe. Dhe nëse për asgjë tjetër, për hir të kësaj, do duhet që klasa politike, e kam fjalën për periudhën pas 7 qershorit, të gjej minimumin e kompromisit dhe të themeloj institucionet nga qeveria, kryetari i parlamentit deri te presidenca. Dhe është e dhimbshme zoti Kosi kur për të kundërshtuar, për të luftuar njëri tjetrin gjithmonë kemi në mes Serbinë, me akuzat tije me Serbinë, pa folur asnjëherë për projekte zhvillimore, pa folur asnjëherë për një strategji se si do të ecë Kosova si shtet në arenën ndërkombëtare, dy çështje kryesore mendoj unë, gjithmonë një narracion i nivelit të ulët. Absolutisht dhe është e fundit që do duhet të përdori, pra, jo, këta janë në Serbinë, jo, këta janë në kur nëse i dëgjon palët politike në Kosovë, ke përshtypje që gjithë kosovarët janë me Serbinë. S'ka mbetur kush pro-shqiptar. Është narrativ që e kanë plasu, do të thotë partitë tona politike në betejën e tyre të pamshirshme, kisha për të thënë betejë shumë e ulët, për interesa personale dhe partijake. Nuk janë këto interesa. A ka rrezik që këto ta ketë futur dikush qëllim? Absolutisht. Kjo është e sigurt. Lufta hibride, Kosova është nënshtruar me luftës hibride serbo-ruse. Dhe është investim shumë i vogël, nuk është investim i madh. Ju në një zyrë atje në Beograd mund të bëni profile të rrejshme, me emra shqiptarësh, dhe të dërgoni mesazhe këtu, X-i është pro-serb, Y-i është pro-serb, për shqiptarët, pra. Ajo luftë bëhet shumë lehtë nga Serbia dhe nga Moska, sepse është e lirë, është luftë, edhe unë mendoj që është një nga rrafshet në të cilat Kosova është rrezikuar. Sot Serbia ka vështirë ta sulmojë frontalisht Kosovën, por lufta hibride nga njëherë ditë tjetër dhe më rrezikshme. Jemi shekullin 21 dhe kibernetika është. Absolutisht, mund të jetë edhe më rrezikshme. Mund shkaktoj konflikte brendshëm. Prandaj unë pres që klasa ime politike ta kuptoj që po nis çast spaku t'i lë anash interesat personale dhe për fund çfarë mund të bëjmë për të tejkaluar këtë, për të qenë bashkë rreth idesë së shtetë ndërtimit të Kosovës, për të harruar gjithë konfliktet, për të krijuar institucione të shndrueshme. Jemi pa asnjë institucion kështu me kompetenca të plota. Unë pres që të gjithë një shtet ushtrues detyre. Dy zgjidhje pres, do thotë, nëse klasa ime pavarësisht rezultatit, do duhet të ketë kompromis. Kvorumi në parlament, në kushtetut, nuk është kot. Por kvorumi është instrument i cili siguron baraspeshimin e pushteteve. Ta zëm nëse X partia fiton 51% të votave dhe ka 66 deputet, duhet bëj kompromis për t'i bërë 80, t'ja jap opozitës ose postin e presidentit, ose nëse jo opozitës, t'ja jap postin e presidentit, ai t'jetë një kandidat i pavarur. Vetë fakti që ka 51% nuk e ka mundësinë që 100%. Absolutisht. Sepse janë 49% që duhet të kenë. Nuk mund marrësh me 51%, 100% të pushtetit. Mund të marrësh ekzekutivin, por prandaj është kompromisi është i domosdoshëm në këtë rast. Jo në këtë rast, por në secilin rast. Po unë shpesh kam dëgjuar dhe me kaq po e mbylli për më të po se po e mbylli fare që të kalojmë radhën tek. Shpesh kam dëgjuar që akuzohet që kvorumi është shkaktari i krizës në Kosovë, nuk është e vërtetë. Jo, kvorumi siguron balancën e pushteteve. Asaj që është ABC e demokracisë. Dhe nuk është e rastësishme ajo pjesë e kushtetutës. Nuk është e rastësishme. Nuk është për të ruajtur demokracinë. Absolutisht. Balancin mes pushteteve. Si jemi ne, kvorumi është shumë i shëndetshëm. Çfarë duhet? Duhet një minimum i kompromisit dhe marrëveshjes politike. Ishim rrezik ta humbim edhe këtë, por nuk do futemi më thellë në gjëra sepse tani veç ka filluar zyrtarisht fushata, do të kalojmë linjën edhe për pak çaste në Tiranë dhe në Shkup. Faleminderit shumë zoti Koci. Jahu? Po, faleminderit Mirvete, faleminderit të ftuarit tuaj. Edhe ne shkurt po i qasemi zgjedhjeve të reja, dhe më thënë, të parakoshme, si që po ndodhë rëndom këto kohët e fundit në Kosovë, dua opinionin e të ftuarit tim, doktor Sami Neza, për këtë realitet. Zoti Neza, si do t'i qasesh ti realiteti në Kosovë, në kuptimin e asaj që shumë zgjedhje, po
A është një trend demokratik i ecjes së kësaj shoqërie të këtij vendi në aspektin e nocionit demokratik, po qëndroj tek ky argument. Në fakt nuk ndaj një mendim me shumë analiza ose komente që vinë qoftë nga Kosova, po edhe të tjerë komentues apo analistë që marrin përsipër të gjykojnë zgjedhjet të shpeshta në Kosovë. Unë them se proceset zgjedhjet të shpeshta në Kosovë nuk kanë të bëjnë ose nuk janë tregues i drejt për drejt i destabilitetit apo pafuqisë së institucioneve për të zhvilluar politikë. Atëherë pse po ndodh Gjithë procesi i zgjedhjeve të njëpasnjëshme në Kosovë është një proces i cili është zhvilluar brenda oazave politike. Domethënë nuk ka dalë jashtë tyre. Nëse do dilte jashtë tyre, ne kemi të drejtë pastaj të analizojmë dhe të shohim se a ka destabilitet, a ka pafuqi për të krijuar institucione, dhe fakti është se zgjedhjet njëpasnjëshme në Kosovë nuk e kanë krijuar një problem të dytë, përveç problemit se ata detyrohen të bëjnë zgjedhje. Kjo është e para. Dhe të bësh zgjedhje kaq shpesh, dhe ndërkohë që zgjedhjet të ruajnë standardet, e vendi të ruajë stabilitetin politik dhe stabilitetet të natyrave të tjera, do të thotë se shtetformimi është i shëndetshëm. Ndërsa do të theksuar edhe kjo që Kosova ka zgjedhje me standarde. Edhe kur ndodhin çdime në procesin zgjedhor, siç ishin në zgjedhjet e fundit, kur kishte ndryshime, ndërhyrje në listat brenda partive politike, reagimi ishte radikal dhe ishte një reagim shëmbullor i institucioneve të ligjzbatuese dhe të drejtësisë në Kosovë, që do të thotë edhe një herë shëndet demokratik për këtë vend. Ajo çfarë është problem, ndoshta që duhet adresuar tek politika në Kosovë, është se të gjitha zgjedhjet nuk kanë ndodhur për shkaqe tërësisht politike. Pra, qoftë edhe për shkakun se nuk u arrit konsensusi politik. Kanë ndodhur duke shfrytzuar teknikalitete, të cilat një parti politike e pjekur nuk mbështetet në sukses për të përfituar sukses ose avancim të agjendave të saj vetëm në teknikalitete apo vetëm në taktika. Politika është edhe taktikë dhe strategji. Por nëse ti i meshon shumë taktikës në kurrizet të strategjisë, atëherë sjellja nuk është dhe aq politike. Dhe partia politike duket se përpiqet të gjejë, si thua, boshllëqe në kuadrin ligjor të Kosovës për të përfituar politikisht. Edhe nëse opozita sot me kalon opozit, nesër do ta bllokojë pozitën e ardhshme. Ky është problemi, domethënë se ata duhet të gjejnë një modus vivendi për këtë gjë dhe duhet lexojnë ashtu siç tha kolegu, duhet lexojnë mirë kushtetutën. Kushtetuta e Kosovës parashikon stabilitetin dhe, si thua, edhe ekuilibrin midis pushteteve në Kosovë, dhe në çdo vend demokratik ekuilibri i pushteteve është domethënës dhe është i nevojshëm. Edhe Kosova duhet ta lexojë në këtë sens. Nuk është shumë e rëndësishme në planin makro për Kosovën, po jo vetëm për Kosovën, por për gjithë shqiptarët. Nuk është e rëndësishme avancimi i agjendës së një partie politike. Është i rëndësishëm avancimi i agjendës kombëtare, i agjendës shtetërore. Një vërejtje që kisha unë për fushatën, qoftë në këtë fushatë, po qoftë në fushatët e tjera, diskursi ekonomik është i varfër në Kosovë. Unë nuk e kuptoj si mund të prodhohet kaq shumë politik dhe kaq pak ekonomi në debatet politike. Humbet gjithë energjia në debatet politike, personale, etiketimeve etj. Zoti Samineza, ju falenderoj shumë për kontributin sot në Pa Kufi. Jeni i mirëpritur, shumë faleminderit. Kënaqësi për mua. Faleminderit shumë. Përshëndes edhe kolegët. Faleminderit. Gjithashtu. Falenderoj. Edhe ne falenderojmë mysafirin në Tiranë dhe tani koha e minutat e fundit për ju me Medali. Minutat e fundit shumë pak, Mirela, kemi si duket një pikë përbashkët kemi edhe Shqipëria dhe Kosovë, me që ne su gjejmë konsensus, edhe unë e kam hapur këtu internetin, referohet marrëveshjet përgjithshme, mbase kur e mendojmë në një marrëveshje, shkojnë larg shumë punët, siç është rasti i Maqedonisë, kemi një polarizim, siç është edhe në Kosovë situata, edhe në Shqipëri, por në Shqipëri më the, domethënë
them për të mirë që kur është një interes i përbashkët, ka një kompromis. Politikanët fjalën konsenzus është e huaj për ato se duhet edhe ata të hapin internetin të shohin se është një i referohet marrëveshjes së përgjithshme ose vendim të përbashkët të një grupi. S'ka marrëveshje të përbashkët. Në përgjithësi me sa duket duhet ta kemi problem rajonal këtë gjetjen e konsensusit, sidomos për çështje që janë vërtet jetike. Po lidhur me për ta përmbyllur, meqense edhe minutat janë fund. Minutat janë shumë të pakta, por dhe bashkëbiseduesit u fokusuan tek zgjedhjet në Kosovë. Normalisht ne si gazetari kemi ndjekur ato gjithmonë me shumë interes dhe mendoj që për një shtet si Kosova 8-19 vjeçar, pavarësi mendoj që cikle kaq të shpeshta zgjedhjeje lën përshtypjen në një jo stabiliteti dhe një vështirësie ndoshta për të krijuar një stabilitet afatgjat kur është puna tek investimet, tek zhvillimi ekonomik, aq më tepër që dhe vetë zgjedhjet kanë barrën e tyre, koston e tyre financiare dhe aq më tepër që realisht nuk janë zgjedhje të kushtozuara këto kësaj radhe për shkak të ndonjë krize reale, por vetëm vetëm për shkak të mos arritjes atij konsensusi për të zgjedhur një emër për të qenë president. Pra të mos harrojmë shkaktarin e vërtet të këtyre zgjedhjeve në Kosovë. Është vetëm mungesa e konsensusit për një emër për të zgjedhur presidentin. Është edhe një gjë paradoksale kam vërejt. Ka shumë analistë që thonë është mirë që ka zgjedhje, domethënë të shpeshta që mos të ketë arrogancë një parti politike dominon. Mirë, por Kosova është një paradoks për shkak se vetvendoset që 6 vite e dominon skenën dhe tani supozimet janë që edhe në zgjedhjet e ardhshme do fitojë dhe kam përshtypjen që do përsëritet njëjta. E para del vetëvendosja, e dyta del PDK-ja, e treta del Lidhja Demokratike e Kosovës edhe kështu me radhë. Dhe çfarë mund të ndryshojë në një periudhë kaq të shkurtër kohe? Asgjë. Kam frikë që do përsëriten sërish. Dhe nëse do rezultati do jetë përsëri i njëjtë, atëherë pyetja që do parashtrohet është atëherë pse u mbajt ky cikël i tretë zgjedhjesh kur kemi përsëri rezultatin afërsisht të them të njëjtin, por në mungesën e minutave unë doja ta mbyllja vetëm me një mesazh shumë optimist. Është të urojmë le të jetë e treta e vërteta. Po, faleminderit. Edhe unë do mendoj njëjtë si ti, do urojmë nga Radio Shkupi Mirëvete që kësaj radhe të triumfoj, si të thuash, arsyeja mbi të gjithë kapriçot e individëve ndryshe, interesave ndryshe. Të shpresojmë. Falenderojmë edhe ne Mirela Saitin dhe këtu të nderuar dëgjues po e mbyllim emisionin ton të sot pa kufi. Diskutuam për fokusin euroatlantik ndaj Ballkanit dhe hyrjen e Kosovës në fushat zgjedhore. Në studion e Radio Kosovës unë isha me Melazim Kocin, në studion e Radio Tiranës ishte Sami Neza, në studion e Radio Shkupit Mirela Saiti dhe në studion e Malit të Zi Nikol Samaj. Falenderoj shumë edhe juve kolegë të nderuar, Jahu Margjeka në Tiranë, Mehmet Ali Yusufi në Shkup e Diana Dukaj në Malë të Zi. Deri javën tjetër, miru dëgjofshim.